Në vijim të informacionit të dhënë me datë 19 janar 2026 për një konflikt fizik në lagjen Murtren në Pogradec, policia bën me di se shërbimet e policisë Pogradec kapën shtetasin e shpallur në kërkim për këtë ngjarje, KN 37 vjeç, banues në Pogradec, i cili pas konsultimit me prokurorin u vendos që do të hetohet në gjendje të lirë për veprën penale të plagosjes së lehtë me dashje të kryer në bashkëpunim. Specialist për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë në Korçë arrestuan flagrant shtetasin VT, 40 vjeç, banues në Korçë, pasi u kap duke vjedhur vegla pune në banesën e shtetasit Gjon, lagjen Ur 2 në Korçë. Sendet e vjedhura u sekuestruan me cilësinë e provës materiale. Gjithashtu u referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për shtetasin e C 41 vjeçë banuese në Korçë, pasi në muajin shkurt 2025 dyshohet se i ka marrë shtetasit QA një shumë monetare, të cilën nuk ia ka kthyer duke mashtruar. Specialist për hetimin e narkotikëve referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për shtetasin e B, 25 vjeç, banues në Maliq, si dhe shpallën në kërkim shtetasin në RB, 24 vjeç, banues në Maliq, pasi gjatë kontrollit në lokalin që kishin në përdorim, u gjetën dhe u sekuestruan me cilësinë e provës materiale, një sasi e vogël lëndë e dyshuar narkotike, kanabis sativa dhe një fenelin si ajo e policisë. Nga verifikimet, rezultoi se subjekti nuk ishte i regjistruar në organet tatimore. Shërbimet e qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal për shtetasit RM 33 vjeç, banues në Pogradec, pasi në lagjen Mur 2, duke drejtuar automjetin ka aksidentuar shtetasin HE, 69 vjeç, banues në Tiranë, këmbësor, i cili u dërguar në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën. Një 17 vjeçar, banues në Korçë, pasi në bulevardin Fanoli në Korçë, ndërkohë që drejtonte automjetin pa leje drejtimi, nuk i është bindur urdhrit punonjësit të policisë për ndaluar. Specialist për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Maliq referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal për shtetasin SH 24 vjeç, banues në fshatin Zvirin Maliq, pasi në fshatin Pirg, duke drejtuar automjetin, dyshohet se ka prishur qetësinë publike, duke xhiruar gomat edhe nuk i është bindur urdhrit punonjësit të policisë për të ndaluar. Specialist për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Kolonjë referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal për shtetasit RM, 40 vjeç dhe SH 40 vjeç, banues në Ersek, për veprat penale, plagosje lehtë me dashje dhe prodhim, mbajtje, blerje apo shitje pa leje armëve të ftohta. Këta dy shtetas dje në qytetin e Ersekës janë konfliktuar fizikisht me njëri tjetrin. Gjatë kontrollit fizik, shtetasit e SH ju gjetë dhe ju sekuestrua në cilësinë e provës materiale një mjet prerës thik.